Top Albania Radio, she's on air. Dhe ja kur jemi rikthyer këtu në She's On Air, në valët e 100 të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Biseda këtu me Edisën do të vazhdoj. Ne është në fazën kulminante. Në kulmin e djegjes. Ne komentuam pak a shumë një story tënde, po kemi edhe një foto tjetër, Gjellet na ndihmoi edhe atë donim ta komentonim për kërkesat që ti ke, kërkesa të çuditshme. Jo Hermes, jo Chanel, po do kafsh. Ku isha, kishte një farm, domethënë një ferm të vogël, që supozoj që të shkonin fëmijët, por unë ai shumë më pëlqeu, sa mos kam ik 3 ditë rresht, domethënë ta do në shtëpi. Dhe kuptova që kam një debulesë për këtë lloj kafshë, kështu që pse mos i kem. Po shikoj, nuk janë kërkesa, domethënë në imatën e gjatë. Një një dre. Po mirë, unë pyetja ime është ku do t'i fusësh? Dhe dikush që më komentoi, më fal se duket shumë naturaliste, po ke harruar të shtosh tokën ku do e bësh. Po kecin pse pash zotin. O sa i bukur që ishte. Nuk e mbaj atë foton me kecin? O sa ma trego. Se mos nuk është kec edhe. Unë zakonisht i ngatroj kështu qingjin me kecin. Ai të çon Luandër do. Kec, jam me sigurt që është kec. Prit. Si quhet mamaja e kecit? Via. Ama po kec. Një kec e ka. Lezet. Pastaj kjo është një foto që më pëlqen. E mirë heqim dreu. Majve këtë dreu. Ne je pak nga kamera ta shohim. Ku është? Ja, aty. Kështu që prandaj do një kec. Do t'i plotësojnë këto dëshira, do i marrësh tani këto kafshët, si shkoj muhabeti? Ngjo, kam përshtypjen që do mblen një herë që ta mendoj, se unë zakonisht harroj çfarë duhet. Nesër do të filla kërkesa ai ashtu. Do nëse vazhdoj ta kërkoj edhe një herë, kam përshtypjen do plotësohen. Nëse do le thjesht me kaq, disa kujt ja kërkon. Të dua. Ka kërkon. Baba gjyshi. Po sa jone që ndihmon kam përgjigje. Ja sjellë edhe për vitrinë. Solion, po ishte. Azo. Mi dashim për të shën kave. Tani. Kujta kërkove. Kujta kërkova. E prishet tani. Gjok. Ja kërkova dikujt. Këta e di neve. Dikujt ja kërkova. Do të ta plotsoj? Është njëri partneri jot që i plotson këto dëshirat. Po. Hapsi se vetëm për të sjellit e Çfarë dera. përgjigje more? Po jeta ime. Pozitive. Unë kam një pyetje. Partneri jot aktual është ai djali që na ke folur në trotuar? Nuk i ndroj kaq shpesh, jo. Super. Unë nuk i ndroj sa mbaron bigu dhe kur fillon bigu. Në atë pikë ne kemi qenë në fazë njohje mos gaboj. Jo, vazhdon të jemi njohje se të fal. Të lutem duhen 3 muaj minimumi me 24 orë që të njihesh në big. Jashtë nuk je 24 orë, do dhe 3 muaj tjetër do 9 muaj jam njohje. Më kapi veshe një kështu, se ishte çik gëmbuse ajo. Nuk i ndroj partnerët. Tha, sa filloi para se të hyj në big, kur dal nga bigu. Ka dikush që ka bërë. Nuk e di. Nuk ishte. Po flas për vete. Nuk ishte ndonjë kështu. Ja, me spont, ja. Unë do të jam sa di shumë drejt për drejt, mund ta thoja me emër. Ajo ta thot me emër, mbiemër ta edhe story. Si çam tha. Unë pyeta për siguri. Ja. Se fati shumë çifte që u lidhen, u zgjidhen. I shef publiku më mirë. Ato çiftet e publiku, ti shef publiku dhe jashtë, kështu që. Dakor, ne menduam mos keni një emër konkret, po për sa kohë që ti nuk ke një emër konkret, ne do kalojmë të ngacmojmë pak për Nikolën, sepse ne e përmendëm që ju keni pasur debate shumë të forta në Big Brother, mirë po sot ti Nikolën e ke përballë dhe po i jep një intervistë. Si mendon, si të është e ke ndjekur sadopak Nikolën? Po, e kam ndjekur. Si të është dukur? Mendon ti që është Nikolën nga ato që e meriton mikrofonin përballë? Versionin që ka dhënë para jashtë Big Brother më pëlqen shumë i Nikolit, me thënë drejtën. Faleminderit. Një gjë që më është bë qefi është që një debat që ne kemi pasur ka qenë një fjalë që un kam thënë që edukatën ta jep familja dhe dashamirsat, mos i quaj fansat. Më kanë çuar një intervistë tënde që ke thënë në trotuar, më duket që edukatën ta jep familja dhe ne vetë dyja jemi thënë për këtë gjë sepse më ke thënë që më sulmove. Duke qenë situar ndryshe pjesa se nga vjen edukata brenda shtëpisë së Big Brother, por që patjetër që ndrojnë të njëjtin moral dhe ideal me ty që edukatën ta jep familja. Domethënë, për atë që ne patëm debatin më të madh, Nikoli ka thënë të njëjtën gjë, të njëjtën formulim. I qëndroi, thjesht nuk kanë qenë fjalë. Edhe pjesën që më ka thënë një rrugës, i kam thënë ke pa rrugës. Unë nuk e është për e si Aruan këtë gjë. Jo, me çfarë patjetër ka diçka që një vajzë të re që po mundohet të krijojë një karrierë në
televizion apo kudo që po mundohet të ketë një startup, nuk mund se domethënë vetë se ti uroj suksese. Është e kohë që unë të vi këtu tash të mbaj mëri. Sepse është kjo arsyeja apo sepse jam unë? Mendoj që nuk i kemi pasur aq personale, pavarësisht se kemi pasur të forta, por kam empatin që të kuptoj dhe pak vajzat më të vogla, duke qenë se kam motra më të vogla dhe e di që ndonjë gjë e kanë dhe të moshës. Patjetër empatin e të qenit person patjetër e kam pasur dhe unë. Jo, përveç kësaj, po disa që unë mund t'i quaj gabime, ja le dhe moshës. Kupton që po më duket si një mini prime. Vogël. Dhe normalisht është shumë i qetë, po, është goxha. Na keni parë ndonjëherë ne kështu përveç se 2 ditëve të para aty brenda. Ka shumë jemi zëneve se mbajam. Unë 2 ditë mbaj më kështu. Tash ku nominot tani. Nëse kanë mbaruar nominimet. Okej, midis dy vajzave që ti ke pasur debate shumë të forta, Brikena dhe Nicole. Janë të dyja moderatore momentalisht, ti ke pasur një eksperiencë vetë si moderatore. Patjetër që nuk doja të bëja krahasime, por midis atyre të dyjave me sa ti ke ndjekur, kush të duket më e aftë në ato që po bën? Nicole më duket më shumë vetvetja në këtë që po bën. Domethënë më duket më në comfort zone dhe bën shumë lirshëm, ndërkohë që personi tjetër mund t'i duhet pak kohë më shumë që t'ja marri dorën ose sa Merkur, se varet është. Le të supozojmë për një moment që ju ndroni vendet. Nicole ju është ftuar dhe ti je moderinë. Çfarë pyetje do t'i bëje? S'm kishte shkuar mendja çfarë pyetje do i bëja, nuk e di. Jo, me spec, a vazhdojnë në shoqëritë që ke pasur në Big jashtë për shembull, me Stenaldon. Po, madje kam dashur edhe ta them se e di që ka qenë informacion me rëndësi. Jo, me rëndësi jo ta aq të drejtë. Se mund djelim kapi. Fushime nuk është se nuk kapi nga. Patjetër shoqëria vazhdon, po. Po aq e pasur sa ishte edhe aty brenda gjë që ne kemi thirr aq. A je bë pishman që ke hyrë me parajgjykime nga jashtë dhe nuk kam hyrë me parajgjykime nga jashtë, por që nëse quan të tillë po jam bë pishman për parajgjykimet që kam pas nga jashtë. Jo, nuk e kisha personale timen, jo, për ty s'kam pas parajgjykime nga jashtë. Ta them realisht me parajgjykime nga jashtë në kuptimin që doje mu duk sikur doje të pozicionohesh tek ai grup që jashtë supozohej që ishte pozitiv se kanë thënë këto janë vetë shpallur pozitiv, janë vetë shpallur Queen, janë vetë shpallur ku diun, këto vetë shpallur pozitiv. Nuk mendoj që ishin pozitiv, po, mendoj që shoqëria që unë krijova me anën pozitive ishte e tillë, po nuk kam hyrë me qëllim, absolutisht nuk kisha hyrë, se tashmë jemi këtu flasim bashkë normalisht. Më merdi keq që nuk dha diçka më shumë nga vetja se sa ishte koha jote, domethënë. Kështu që kthehem përsëri asaj që gjithsecilit vetën edhe Francika që diplomate janë vajzat. Jo, po mendoj që çdo kush zgjedh të tregojë një version të vetin në televizion, qoftë sot në radio, qoftë aty në jetën reale dhe secila nga ne zgjon të tregonte atë version të vetes. Nicole është natyrë më rezervuar në përditshmërinë, kështu që Okej, aty ka qenë një balans, po. Një balancë atyre dy ekstremeve ndoshta, por që kënaqësi që për shembull, edhe një pyetje tjetër që unë aty brenda mundova të jep. Na e mori. Te di sa direkt. Për shembull, unë të kam dhënë një indicie aty që ne kemi shoqëri të përbashkët jashtë. Dhe ishte që unë nuk du debat me ty sepse nuk e di raportin tënd me shoqërinë dhe unë i kam vlerësim ato njerëz aty jashtë. Çfarë të thanë ato kur domethënë mbasi do. Ta them pastaj se është çike rënd. Ashtu? Wow. Tani afër të afërmues se di. E pra se këto do pyesja rënd për kë? Pastaj që rënd për Edisën? Se ti do të se ka problem mund ta pak nga të dyja. Mendoj që të dyja mund ta kishim trajtuar somehow else, ndryshe situatën patjetër, kështu që me ato gabimet apo të mirat tonat e nxorëm situatën, kështu që për vetëm vazhdoj të them që s'kam pishmallëgjë. All good, ta zbusim secilit veta. E disa na bëre 3 pyetje rrufete, erdhëm kështu vet nuk tu desh fare as ka leta si gjë. Domethënë, do vije këtu në podcast tek ne? Pse jo? Kuj do ja merrje vendin? Janë. Hajde tani. Kush do e lironte vetë? Shpeleta ajo. Do lirohet po pa kush. Si ndjesh? A ndjesh vetvetja, nuk ndjesh pak keq tu? Po, jam pak. Kishte qenë edhe i çun tjetër, mirë ishte qenë vallai. Po un kam një problem. Mos e dëgjoni, nuk dua. Të gjendem shumë podcast. Po që gocat më duan, më respektojnë, edhe unë duaj respektoj. Po gjithë këtë çun se mos duan, mos respektojnë. Mirë vetëm se ka po të ndoj çun tjetër konkurrencë pastaj. Kush do ik nga ju? Çunat e tjerë janë xheloz për ty. Varet si e shef konkurrencën, se konkurenca edhe të ndihmon të ngrihesh.
e kupton. E disa kujdoja zëzhvendin. Me mua pra e ka e tash mua më pëlqen shumë podcasti juaj dhe me vërtet unë ndjek e mirë dhe domethënë duket si një bisedë shumë shoqërore. Por unë jam një njeri që e dua pak atë hapësirën time pak më të madhe. Do veto, nuk e do me goca të tjera. Mikë kishe zgjedh një pra me që mund ta bëj me dikë tjetër. Atëherë, nga ne këtu zgjidh dikë që të bësh podcastin ton. Prap, atë që hoqja atë që mos dri. Bravo. Mos dri ka Disa të kaloj te një pyetje tjetër me spete. Ti ke pasur përplasje dhe me një person tjetër me motrën e Mateos. Tani i keni sqaruar këto zënkat tuaja apo them? Keni pasur një sqarim? Zënkat. Tani ajo në Big Brother nuk ishte, ajo ishte goxha e rëndë se çdo gjë që mund ndodhi brenda. Ka diçka që familjarët e mi nuk i keni parë mas një intervistë që të bëjnë, domethënë, një Big Brother jashtë. Dhe mu kjo pjesa që të marrësh vëmendjen e një familjare për disa klikime apo për të bërë ti Big Brotherin tënd jashtë nuk më duket as pak. E disa të lutem, dhe një pyetje, domethënë, ty çfarë pune të prishte ty personalisht që mori ajo vëmendjen? As pak, po mos ta marrë në kurriz. Jo, nuk ka qenë për vëmendje. Jo, ka qenë sepse vajza kishte bërë disa komente në për disa faqe, domethënë gjatë kohës që unë kisha qenë në Big Brother, ajo kishte dalë me zë, me shkrim, nuk e mbaj mend me çfarë se ma kanë dërguar. Kishte dalë dhe kishte bërë deklarata, e pim bash kafe, me bëjmë bash të. Domethënë fal, unë jam një person që kam Big Brotherin tim brenda. Ç'duhet ty që merresh me me sa kuptojën ti e ke në kuptimin që nëse aty brenda lojës diçka justifikohet në kontekstin e lojës, çfarë vjen nga jashtë nuk është se bën ndërhyrje, nuk ka justifikime. Nuk ke pse ta bësh dhe më duke pa vend, domethënë kjo gjëja. Dhe kjo ishte ajo, nëse ti do një reagim, unë ta bëj dhe personal, sepse ti po e bën personal, unë tash që kam dalë ta bëj dhe personal dhe nuk kam asnjë problemi me këtë gjë. Nuk mendon se duhet i kërkosh që ndjes se ishte pak si shumë personal? Jo, as pak, ato ishin screenshot. A ishte më shumë kthim monedhe apo thjesht do e kishe bërë gjithsesi dhe nëse nuk do ishte postuar diçka më parë? Pra kishin qenë vetëm deklarata dhe jo më tepër e shpërndarë. Ndonjëherë njeriu duhet ta kalojë çik në lëkurë që ta kuptojë tjetrin, kështu që në momentin që bëjnë akuza, është mirë që t'i hanë dhe herë vet akuzat edhe të tërhiqen pak në disa ke dashur ta vesh. E di çfarë doja ta sillja duke parë se pak më përpara. Dhe nuk ishte diçka që unë stisa, më fal. Ishte diçka, një bisedë jona që një kundërpërgjigje? Kundërpërgjigje, mbaj mend që më ka kthyr përgjigjet dhe kam kthyr përgjigjet aty, domethënë në screenshot, kështu që. Në rastin e Nikol, thej që jam dhe pak më shumë empatike sepse e kuptoj nga mosha, gjitha disa gjëra janë të moshës, nuk ishte dhe kjo në rastin e Ajo përveç moshës, Nikol nuk e kishte kohën aty brenda të mendonte sepse është jeta shumë e shpejtë dhe nuk mendon. Prandaj kuptova kur fole për eksperiencën e kohën që ndërkohë që ajo jashtë e di reagimin e publikut dhe pastaj lutem, pse po merrni kaq shumë kohë për këtë temë? Unë flasim për diçka tjetër dhe nuk është më ngjall kaq shumë interes. Nuk besoj se njerëzit kanë kaq shumë interes për këtë gjë, kanë vërtet kaq shumë interes. Në fakt, fatkeqësisht edhe kanë, se për sa kohë që preken personazhe të njohur, edhe veçanërisht kur përzihen edhe njerëz unë kur kam dalë nga Bigu, babai im më thot diçka që e di sa të lutem, unë me babain e Mateos njihemi, nuk mund të them që janë miq të ngushtë, por Elbasan, domethënë njihen. Dhe ma kërkoi me shumë mirësjellje që nuk i di këto gjërat e juaja tha të lojës, jo të lojës tha se nuk më intereson, tha unë nuk dua sa asnjëri nga ne nuk do që të vihet në siklet që fëmijët, kur më tha fëmijët, po vinte për qesh dhe në 30 za fëmijët, të kenë të tilla debate dhe është koha që unë t'i shuaj një herë mirë sepse para prindërve dhe nuk i kuptojnë dot as tot televizioni, domethënë është e kot, kështu që unë për hir të misisë atyre nëse më duhet ndjes, nuk e ndjes se më bën gjëra që ashtu nuk jam unë, jo absolutisht. Ajo mori atë që dha dhe unë e lash aty, por nuk e di se kanë lënë tjerët aty që në përgjithësi ama je natyrë që fal. Apo e rimendon gjithmonë? Unë jam natyrë që fal. Dhe më pëlqen që të fal sepse nuk të jap të njëjtën mundësi herën e dytë, siç ta kam dhënë zemrën herën e parë ose atë nuk ta jap, po domethënë je pak kështu në lup, nëse herën e parë jepem shumë me pastërti herën e dytë je pak në lup, por patjetër që mendoj që falja, mirënjohja janë ca virtyte që
nuk janë kur me tepri. Shumë e vërtet. Koha na fluturoi përsëri dhe unë përpara se të përshëndes Edisën, doja të dija Edisa deri në fund të këtij vitit, kush është synimi jot? Si fillim, kam nevojë të shijoj pak verën. Unë vdes për verën, për plazhin, për pushimet. Për pushimet, dua të mendoj një projekt që ta bëj me qef. Jo diçka më shumë. Unë nuk jam njeri që më pëlqen të bëj të jem edhe një më shumë. Dua që të lej një shenjë në gjën më edhe të jetë gjë e vogël, nuk është të thënë që të jetë një gjë e dimensioneve të mëdha, po të lej një shenjë, të jetë një unë, një Edisa, një person domethënë që mbahet mend për diçka, kështu që nuk e di nëse në televizion apo në biznes, sepse tash këto projekte najer janë, se nuk mund të them që jemi njerëz pa ëndra, se vjet thjesht njëri pa ëndra. Por diçka konkrete nuk kam përveç për shembull emisioneve ose projekteve kështu për revista, për këto gjëra. Tani komplimentuat për veshjen, kështu që unë vazhdoj të vishëm bukur. Një gjë shumë e mirë që ti do bëje. Vera është përpara, ndoshta ato dallgët e ditit do të frymëzojnë për të bërë diçka në fillimin e sezonit tjetër. Unë vërtet të uroj shumë suksese në vazhdim. Shumë faleminderit. Tani unë flasim për një projekt. Ne kemi shijuar vërtet shumë këtë bisedë. Pa ishte madje edhe unë. Kështu që Nikol bën kohë sepse kur kam dalë nga Bigu, kur kam dalë nga Bigu, hajde bëjmë një podcast. Dhe kam thënë, "Haj Nikol." Dhe të kam thënë përshëndetje, Edisa si je? Dhe Nikol kur erdhi ditën nuk foli më. Po sepse nuk jo, në fakt, a ka qesh. të kam qesh, nuk e ke pasur mendjen, po me përqafimin e sotëm besoj dhe bisedën e bukur. Po shumë bukur. Pra e bëm një blesëri tjetër dhe pajtuam të tjerë. Kështu që përshëndesim Edisën, ne do të largohemi. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me të ftuar të tjerë. Harroj.